programi Prekja me Dr. Charles Stanley, duke ndarur ngjillin në mbar botën. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni fuqia e një fryme dallimi. A s'është e çuditshme që shpesh herë hasim vështirësi për të përcaktuar të mirën dhe të keqen? Dhe ndonjëherë ne mashtrohemi nga ato që dëgjojmë dhe ato që shohim. Dhe ndonjëherë ne hasim dhe vështirësi për të kuptuar nëse po na flet Perëndia apo jo. Dhe shpesh herë në bisedat që bëjmë me njerëz të tjerë nuk arrim t'i kuptojmë. Në mënyrën e tyre, me fjalët e tyre, me shprehjet e tyre po na thonë, jam I lënduar, unë kam nevojë për ndihmë, dhe ne nuk arrim ta kuptojmë këtë. Tani, një nga arsyet pse këto gjëra janë të vërteta është sepse ne s'kemi një frymë dallimi. Për gjatë jetës son, askush s'na ka mësuar ne se çdo të thotë ti jesh mendje mpret. I marrim gjërat ashtu si ato janë. I vlerësojmë ashtu siç duken, por në kohën kur jetojmë unë dhe ju s'mund t'ja lejojmë vetes këtë gjë. As ne që jemi prindër, as fëmijët tan, as nipërit tan. Në fakt, I gjithë kombi ynë, si kom, si një popull, s'mund t'ja lejojmë vetes të marrim vendime pa një frymë dallimi. Ne jemi në të lashe të mëdha sepse ne s'kemi marrë vendime bazuar në mendje mbretësi të mençur, por bazuar vetëm te paraqitja e diçka e prinçast, pa menduar fare për pasojat në të ardhmen. A mund të jetë e vërtet kjo për ju? Që keni marrë shumë vendime pa menduar për pasojat në të ardhmen. E po, Davidi I bëri një lutje Atit, të cilën të gjithë ne duhet ta bëjmë për veten tonë. Tani dua që t'i hapim Biblat tek Psalmi 119 dhe vargu 66 I këtij psalmi. I gjithë psalmi flet për fjalën e Perëndisë. Dhe ju bën mirë që hera herës çdo disa muaj ta lexoni të gjithë këtë psalm për veten tuaj, sepse flet vetëm për fjalën e Perëndisë dhe çfarë bën ajo në jetën tonë. Nëse do të vini re në psalmin 119, një psalm shumë I gjatë, tek vargu 66, le të shohim vargun 65 dhe ja se çfarë thot. Ti I ke bërë të mira shërbëtorit tënd, o Zot, sipas fjalës sate. Më mëso mua të gjykoj drejt dhe të kem njohje, sepse u besoj urdhërimeve të tua. Më mëso mua të gjykoj drejt. Nëse mendoni për këtë gjë, dhe mendoni për kohën kur po jetojmë unë dhe ju, për gjërat që po ndodhin sot dhe për faktin që jetojmë në një botë që është plot me gjëra të rreme, gënjeshtra, gjysmë të vërteta të përzjera me të vërtetën. Jetojmë në një kohë kur duhet të pyesni shumë herë veten, apo dëgjoj unë të vërtetën apo jo. Vërtet kjo është e vërteta apo mos është diçka e rreme? Mos është kamufluar diçka tek ajo që shoh dhe ajo që unë dëgjoj? Një botë plot mashtrime dhe gënjeshtra. Jetojmë të trazuar sepse s'dim çfarë të besojmë, ndezim televizorin dhe dëgjojmë dikë të thotë diçka, por pas tij del dikush tjetër dhe thotë diçka krejt të kundërt. Pra këtë besojmë. Ne dëgjojmë shumë gjëra për financat sot dhe nesër dëgjojmë diçka tjetër që është krejt ndryshe. Kështu që ne jetojmë në një epokë ku jemi të pushtuar nga informacionet, por jo domosdoshmërisht nga e vërteta. Nëse veproni thjesht në bazë të informacionit pa të vërtetën, ju do të futeni në të lashe herët avon. Kështu që gjatë këtij mesazhi unë dua të flas thjesht për këtë. Dhe kjo është fuqia e një fryme dallimi. Është vullneti I Perëndisë që të gjithë fëmijët e tij të mund të kenë një frymë dallimi shpirtëror. Kjo do të thotë, po të mendoni se çfarë është mbretësia, do të kuptoni që ka të bëjë me të gjykuarit drejt, ka të bëj për gjykimet e drejta, për të parë poshtë sipërfaqes së gjërave që shohim për të kuptuar se si janë në të vërtetë, që të kemi mundësi të dëgjojmë se çfarë thot dikush, por edhe të kuptojmë se çfarë nuk po thot ai, për të hetuar diçka dhe jo për ta marrë për të mirëqen, për ta vlerësuar diçka dhe për ta dalluar, për të parë sa më thellë që të zbulojmë se cila është e vërteta. Dhe Perëndia ka për qëllim që të gjithë ne të kemi një frymë dallimi. Tani dua që ne të fillojmë ta mendojmë këtë në këtë pikpamje. Dhe kjo është pikë së pari, cila është nevoja e vërtetë për mbretësi? Flasim për shumë informacione. Mendojeni nga kjo perspektivë. Nëse do të jetoni në vullnetin e Zotit, duhet të keni një frymë dallimi. Sepse dallimi na jep mundësi të themi, jam I aftë të kuptoj në të vërtetë dhe realitet se çfarë po thot Perëndia. Ai ka një vullnet, një qëllim dhe një plan për gjithsecilin prej nesh. Pra çështja është, a e dini cili është ky plan?
A e kuptoni qëllimin e Perëndis dhe planin e tij për jetën tuaj? Ju mund të pyesni si ta zbuloj këtë gjë. Ai ishte i gatshëm t'ju a thotë. Ai ishte i gatshëm t'ju a tregojë. Ai ishte i gatshëm t'ju a bëjë shumë të qartë për arsyeën e vetme se ai është ai që e ka projektuar këtë plan. Ai e di cila është më e mira. Dhe kështu, nëse s'mund ta dalloni se kur ju flet Perëndia, kur vazhdoni me tuajin ose me ato që zgjidhni, si do ta dini ndonjëherë nëse jeni në vullnetin e Zotit apo po bëni vullnetin e Tij? Është shumë e rëndësishme të mësojmë si të gjykojmë drejt. Së dyti, është thelbësore që të dallojmë të vërtetën nga e gabuara. Dhe pas pak ne do ta mësojmë këtë gjë. Nëse nuk mund të dalloni të vërtetën nga e gabuara, keni për të marrë vendime që do t'i kushtojnë shumë. Mund të jenë vendime që do t'i kushtojnë financiarisht, ju kushtojnë marrëdhënia apo çfarë do qoftë ajo. Dhe po të mendosh pak se çfarë po ndodh nëpër shkollat e fëmijëve që kur shkojnë në fillore, të gjitha gjërat që dëgjojnë për evolucionin dhe që injorojnë idenë e Perëndis, për shembull e kemi shtjelluar të gjithë këtë çështje. Le të mos flasim për Jezusin. Çfarë duhet të presim ne? Si mund të presim që të rriten në një frym dallimi nëse dikush nuk ja mëson këtë? Dhe vërteta është se kjo është përgjegjësia e prindërve. Si mund t'i mësoj fëmijët e mi të jenë të mbret, duke qenë të mbret vetë? Të supozojmë se nuk dini se si të jeni, atëherë jeni në telashe. Dhe vërteta është se është vullneti i Perëndis që fëmijët e tij të ndjekin vullnetin e tij, që do të thotë se duhet të mësoj se si ta dëgjoj atë, se çfarë po thotë dhe të jem në gjendje të dalloj cila është e vërteta dhe e gabuara. Ka shumë njerëz që e përziejnë të vërtetën me të gabuarën. Dhe ka gjithashtu shumë sekte dhe kulte që e bëjnë këtë gjë. I vendosin aq të vërtetë atje sa ta përziejnë me të gabuarën, që nëse dëgjoni vetëm ato që ju pëlqejnë dhe që mbase ju kanë mësuar, nuk e kuptoni pjesën tjetër dhe pështjelloheni. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kemi një frym dallimi që të gjykojmë drejt dhe të njohim të vërtetën. Gjithashtu e mendoj në këtë këndvështrim. Më dëgjoni, është thelbësore që ne të jemi të aftë të kapërcejmë dhe të shmangim të mashtruarit nga mëkati. Ne duhet kuptojmë që mëkati është diçka që të bindë shumë lehtë. Dhe ka shumë gjëra që janë të pëlqyeshme në jetë dhe që janë sipas vullnetit të Zotit. Ka edhe shumë gjëra në jetë që duken të pëlqyeshme, por të pëlqyeshme për çastin. Në një prej gjërave që na ndihmon përjetësia është të bëjmë një pyetje. Cilat janë pasojat e këtij veprimi? Kur bota flet për kënaqësi, flet për kënaqësitë e çastit, ose premtime për të ardhmen që s'mund të përmbushen dot. Dhe kështu, një njeri mendje mpret bën këtë pyetje. Cilat janë pasojat e këtij veprimi? Cilat janë pasojat e kësaj që unë bëra? Me fjalë të tjera, çfarë vjen pas kësaj gjëje? Një frym dallimi nuk ndalet tek ato që ajo sheh, tek ato që dëgjon ose tek ato që ndjen atë çast. Është e rrezikshme që të jetosh sot pa një frym dallimi. Dhe është një frym që Zoti ja ofron fëmijëve të tij. Është shumë thelbësore që ne të mund të dallojmë atë që është e mirë nga ajo që është më e mira. Shumë njerëz thonë, "E po për sa kohë që ja dal, unë jam mirë." Kjo nuk është në fjalën e Perëndis, sepse unë dhe ju jemi ndjekës të Jezus Krishtit. Dhe për shkak se ai jeton brenda nesh, për shkak se kemi frymën e shenjtë brenda nesh, dëgjoni, ai pret që ne të bëjmë më të mirën tonë dhe të jemi më të mirët në çdo gjë që ne bëjmë. Jo domosdoshmërisht më të mirë se dikush tjetër, por të bëjmë më të mirën. Dhe ja se çfarë ndodh. Nëse mua më pëlqen e mira, s'kam për të sforcuar për të mirën. Ajo që duhet të pyesim Zotin është kjo: Zot, deri këtu kërkon që të shkoj apo ke diçka tjetër për mua për të cilën jam i vetëdijshëm? Dhe kur një njeri ka një frym dallimi, nuk bën gjykime të shpejta kur s'është e nevojshme. Donjëherë ju duhet të bëni gjykime të shpejta. Nëse keni një frym dallimi, jeni të mbrojtur, por e vërteta është se nëse dikush s'ka një frym dallimi, është si të shkojë në betejë pa mburoj dhe pa armë, jeni të prirur për të mposhtur, sepse përballeni vazhdimisht me vendime që duhet i merrni dhe që ndikojnë në të gjitha gjërat që janë shumë të rëndësishme në jetën tonë. Më thoni një vendim që merrni dhe që doni ta anashkaloni plotësisht Zotin. Ju më thoni, e po, ka disa vendime për të cilat s'kam pse e pyes Perëndin. Arsyeja pse s'keni pse pyesin Perëndin është se keni pyetur tashmë dhe e dini. Disa gjëra janë qartësisht ose të drejta ose të gabuara. Por sërish, në mendjen e njerëzve ka shumë gjëra që ndodhen në zonën gri. Por në mendjen e Perëndis nuk janë gri. Ju mund të pyesni vërtet çdo gjë është bardhëzi, jo domosdoshmërisht. Prandaj duhet të kemi një frym dallimi që të themi Zot, cili është vullneti yt? Në këtë situatë të caktuar, çfarë do që të bëj?
Gjithashtu mendoj se është thelbësore të bëjmë dallimin midis legalizmit, dëgjoni, dhe unë dua që ta theksoj këtë gjë midis legalizmit dhe lirisë. Le ta vendosim në ekran këtë, do t'ju jap një përkufizim dhe shpresoj që ta shkruani sepse dikush mund t'ju thotë ju që jeni legalist edhe pse nuk e dini se çfarë kuptimi ka. Ja se çfarë është legalizmi. Është presioni i preferencave personale që ne ja i imponojmë të tjerëve si urdhërime morale nga Zoti. Dhe pikërisht kjo ndodh ndonjëherë. Por nuk jemi legalist kur përfitojmë një frymë dallimi. Duam vetëm të bëjmë atë që është e drejtë dhe në mënyrën e duhur për të kënaqur dhe nderuar Zotin, çfarëdo që të na kërkojë ai. Dhe kështu, zakonisht kur dikush ka ngul që ju ti interpretoni shkrimet në një mënyrë të caktuar, duhet pyesni Zotin. Zot, cili është vullneti yt? Çfarë po më thua mua? Dhe ajo që njerëzit nuk e kuptojnë është se duke patur fjalën e Perëndis, ne kemi themelin dhe bazën për një mbretësi të vërtetë dhe të mençur. Por gjithashtu mendoj se është thelbësore të kuptojmë se kur po na flet Perëndia. Nëse do t'ju pyesë juve, a e dini si ta dëgjoni Zotin? Çdo të më thonit, a dini se si të dëgjoni Perëndin? Nuk e di nëse Perëndia flet, po ai flet. Dëgjoni, ai ju krijoi juve me një plan, me një qëllim dhe një vullnet në jetën tuaj. S'do ishte në karakterin e Perëndis që të mos doj t'ju flas juve për t'ju dhënë udhëzime dhe orientimin të qarta në çdo aspekt të jetës suaj, prandaj ai na flet. Pyetja është, a dini ju se si ta dëgjoni atë? Sepse shikoni, kur ju mësoni të dëgjoni Zotin, ju keni një frymë dallimi. Dhe ai do t'ju bëj të aftë ju të bëni dallimin mes atyre që doni, atyre që ndjeni dhe vullnetit të tij, qëllimit dhe planit të Zotit në atë situatë. Është mbrojtja jon më e mirë. Jo vetëm për fëmijët tanë, por gjithashtu edhe për jetën e përditshme. Dhe kështu, kur shtjellojmë këtë për jetën tonë personale, dhe kur ai na flet ne, si mendoni ju se kuptoni kur po ju flet Perëndia? Do vite kjo pas pak. Ai na flet ne, ai na jep ne mbretësi, sepse vullneti i tij është që unë dhe ju të marrim vendime të mençura. Prandaj duhet jemi aftë që të vështroj për te asaj që shoh, asaj që ndjej, asaj që dëgjoj, dhe të jem në gjendje të shoh se si e shikon Perëndia. Tani, cili është burimi i një mbretësie të vërtet shpirtërore? Burimi i saj së pari është dhurata e Perëndis. Si mund të jetë një dhuratë e Perëndis? Ja arsye. Jezusi u tha dishepujve të tij kur ishte në dhomën e sipërme natën para se të largohej. Do t'ju dërgoj një ngushëllues. Ai është fryma e shenjtë. Ai do të jetë brenda jush me ju dhe në ju. Ai do t'ju aftësojë juve. Ai do t'ju jap juve udhëzime, ai do t'ju sjellë gjëra në kujtesë, ai do t'ju ndihmojë ju që ju të kuptoni të vërtetën. Ky është premtimi që ka gjithë secili prej nesh si besimtar. Ne kemi frymën e shenjtë që jeton brenda nesh dhe që na aftëson edhe na drejton për të patur mbretësi shpirtërore. Pra, ne kemi një ndihmës. Ndërsa mendoni për jetën tuaj dhe kur ju duhet të merrni një vendim, dëgjoni, duhet të dini që si besimtar s'keni pse merrni një vendim vetëm. Ju keni frymën e shenjtë që jeton brenda jush, është Perëndia në frymë që jeton brenda jush dhe ai ju thot po ju a dërgoj si një ndihmës. Pra ne kemi dikë që na ndihmon. Ju mund të pyesni si na ndihmon. Në çdo aspekt të jetës ne e kemi atë. Kur i besuat Jezus Krishti si shpëtimtar, ai erdhi të jetojë në jetën tuaj. Udhëzime, orientime, ai është ndihmësi juaj personal. Natyrisht që do t'ju ndihmoj të merrni vendime të mençura. Ndaj kur e mendojmë thellë, ne kuptojmë që kemi asetin numër 1 të frymës së shenjtë që na mundson ne të jemi të mençur në gjykimet tona. Por kemi edhe diçka të dytë. Ne kemi fjalën e Perëndis. Ai na thot zbulimi i fjalëve të tua ndriçon. Tani, kur vjen puna për të marrë vendime të mençura dhe të kemi mbretësi shpirtërore, cila është baza e kësaj? Baza e gjithë mbretësisë është fjala e Perëndis. Sepse për çdo situatë dhe rrethan me të cilën unë dhe ju përballemi, ka një përgjigje në fjalën e Perëndis. Ju mund të thoni kam diçka që s'ka përgjigje. Jo, nuk keni asnjë problem shpirtëror dhe moral në jetë për të cilin nuk ka një përgjigje në fjalën e Zotit. Prandaj kur dikush thot, po si të kem një frymë dallimi, më dëgjoni me kujdes. Mendojeni në këtë këndvështrim. Vini në kish javë pas jave, shikoni dhe dëgjoni. Dëgjoni parime njëri pas tjetrit.
parimi njëri pas tjetrit. Kështu punon Perëndia, kështu mendon Perëndia. Unë thjesht po ju jap ato që Perëndia thot në fjalën e tij. Pra çfarë keni bërë? Ju e keni mbushur mendjen tuaj me çfarë? Me të vërteta biblike. Le të marrim 10 urdhërimet për shembull. Nëse merrni 10 urdhërimet dhe thoni do të bëj gjithçka bazuar në to, ky është themeli. Mendoni për të gjithë të vërtetat në fjalën e Perëndisë, të vërtetat në letrat e apostullit Paul dhe si na i shpjegon ai gjërat. Dhe kështu, kur ju mendoni për këtë dhe mendoni se si Perëndia do që ne të punojmë, dëgjoni se çfarë na thot tek 1 Korintasve në kapitullin e 2. Le të lexojmë që nga vargu 10. Ai thot: "Po Perëndia na i ka zbuluar me anë të frymës së tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndisë. Sepse cili nga njerëzit pra një gjërat e njeriut përveç se fryma e njeriut që është në të? Po kështu asnjëri si një gjërat e Perëndisë, përveç fryma e Perëndisë." Dëgjoni. Nëse dikush është jo besimtar, nuk ka mbretësi shpirtërore. Nuk mund ta ketë. Asnjëri si një gjërat e Perëndisë. Dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia. Themeli një mbretësie shpirtërore të vërteta është fjala e Perëndisë. Ai na thot: "Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por të mësuara nga fryma e shenjtë, duke i krahasuar gjëra frymërore me fjalë frymërore." Tani dëgjojeni këtë. Dhe njeriu natyror është një jo besimtar. Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjëra që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi. Dhe nuk mund t'i njoh, sepse ato gjykohen frymërisht. Ju mund të thoni që kjo fjalë është e çmuar. Fjala greke është gjykohen. Ai thotë që një njeri i humbur s'mund t'i kuptojë gjërat e Zotit sepse s'ka mbretësi shpirtërore. Ju mund të pyesni, atëherë si mund të shpëtohet një njeri i humbur? Ja se si mund të shpëtohet një njeri i humbur. Ata dëgjojnë të vërtetën dhe fryma e Perëndisë nga jashtë merr të vërtetën e Perëndisë dhe ja vendos në zemër dhe në jetën e tyre dhe i bind ata për mëkat. Dhe dëgjoni, dhe fillon të zbulojë të vërtetën e shpëtimit. Dhe pas kësaj, sigurisht fryma e shenjtë është aty që t'i jap udhëzime. Por ja se çfarë na thot. Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjëra që janë të frymës së shenjtë sepse ato gjykohen frymërisht. Dhe ai thot se ato janë marrëzi për të. Por njeriu që është frymëror gjykon çdo gjë dhe vetë nuk është i gjykuar nga asnjëri. Tani, thjesht ai po na thot këtë gjë, që kur unë dhe ju kemi frymën e Perëndisë që jeton brenda nesh, çfarë ndodh? Ne kemi gjykuesin. Është ai që na bën të mundur të kemi mbretësi. Dhe kështu, prandaj, dikush që mund të na gjykojë ne për shembull, me fjalë të tjera, dëgjoni. Ne s'po flasim për të dënuar dikë, ne po flasim për mbretësinë. Ne po flasim për aftësinë për të parë cila është e vërteta para të njeriu. S'do të thotë që njeri i humbur nuk ka mbretësi, s'do të thotë këtë gjë, por nuk kanë mbretësi shpirtërore, sepse janë të ndarë nga fryma e Perëndisë, prandaj ata nuk kanë mbretësi. Po si të zhvillojmë një frymë dallimi? Një frymë dallimi e zhvillojmë duke e praktikuar. Ju mund të pyesni, po sikur të dështoj, së pari të gjithë dështojmë, të gjithë bëjmë gabime. Po ja se çfarë ndodh. Nëse duhet që të zhvillojë një frymë dallimi, pikë së pari duhet të jemi krishterë. Do t'i kërkoj Perëndisë të më japë udhëzime dhe me aq sa kuptoj në atë periudhë do të bëja atë që besoj se ai po më thot. Mund të jetë gjëja e dur, mund të mos jetë, mund të pyesni, le të supozojmë se nuk është. Atëherë si të mësojmë? Mësojmë duke bërë gabime. Mendova se këtë më tha Perëndia, ja cili është çelësi. Kthehemi sërish tek ajo që tham në fillim. Nëse keni fjalën e Perëndisë dhe kemi në zemrën tonë, çfarë do të bëj fryma e Perëndisë? Vjen momenti i një vendimi dhe doni që të tregoni të mençur. Ai ka për të na i sjell në mendje dhe zemër fjalën e Perëndisë. Ja se çfarë thot Perëndia. Tani, nëse nuk e keni fjalën e Perëndisë në zemër, prandaj ju them gjithmonë që ta lexoni pa pushim sepse ja se çfarë ndodh. Kur e lexoni fjalën e Perëndisë, ai ju a vendos në zemër. Sa më shumë që ta lexoni, aq më shumë do ta kuptoni. E lexoni pa pushim. Çfarë ndodh? Ne i programojmë mendjet tona, zemrat dhe shpirtrat tanë të mendojnë ashtu siç mendon Perëndia. Nëse e neglizhojmë fjalën e Zotit, çfarë ndodh? Nëse e neglizhojmë fjalën e Zotit, do fillojmë të mendojmë ashtu siç mendon bota. Sepse mendoni pak për këtë. Mendoni
se sa shumë dëgjoni nga televizori, në punën tuaj apo kudo që t'jeni, dëgjoni lloj-lloj gjërash, bombardoheni me informacione dhe vetëm informacione. Pastaj keni pak kohë që kaloni duke lexuar fjalën e Zotit. Atëherë cila nga këto të dyja do ta mposh tjetrën? Nëse sjeni të kujdesshëm, ju do lejoni pikpamjen e botës të mposhtë pikpamjen e Perëndis. Atëherë merrni vendime të gabuara. Një frym dallimi është mbrojtja më e mirë që keni në një botë plot me informacione që janë plot me përzierje të vërtetash dhe gabimesh. Të gjithë ne kemi nevojë për një frym dallimi. Po ku mund ta marrim? Kujtoni. Është një dhuratë nga Perëndia përmes frymës së shenjtë që interpreton gjërat për ne ashtu siç kemi nevojë që të jenë. Pastaj ne kemi këtë libër, kemi mësimet dhe përvojën gjithashtu. Ju mund të thoni, nuk mendoj se kam ecur daq mirë, atëherë ja se ku mund ta filloni. Zot, herën tjetër që duhet marr një vendim, do vi tek ty të kërkoj udhëzime. Ja cila është çështja e madhe. Cilat ishin pasojat herën e fundit që unë e mora të vendim? Ajo që ndodh është se fryma e Perëndis do t'ua tregoj, shiko se sa vuajt e herën e fundit që e bëre këtë. Ose pa shiko se sa unë të bekova që prite në mua dhe që ti bëre zgjedhjen time. Kështu ti mësove mbretësinë. Por keni dhe bazën e fjalës së Perëndis që është burimi i gjithë mbretësisë. Dhe lutja ime është, nëse nuk i keni besuar kurrë Jezus Krishtit si shpëtimtar, ju mund të mendoni si funksionon kjo për mua. Nuk funksionon, sepse ai thotë që njeriu natyror nuk i rrok gjëra që janë të Perëndis. Kur i besoni Krishtit si shpëtimtar, atëherë vjen dhe fryma e shenjtë në ju. Atëherë ai na aftëson, atëherë filloni të shihni gjërat ashtu siç janë të vërtetë. Ndaj duhet ju bëj një pyetje. Pse duhet ju të prisni? Për të pranuar Jezus Krishtin, birin e Perëndis, si shpëtimtarin tuaj, si Zotin, kur ai është i vetmi shpëtimtar. Pse duhet të prisni? A mund të më jepni një përgjigje të mirë për këtë? Kur mbrojtja më e mirë është prania e tij brenda jush dhe fuqia për të gjykuar drejt, pse duhet të prisni? Në një botë plot për shtjellim dhe me njerëz të ngatruar për sa shumë gjëra dhe që s'di se drejtim të marrin, se si të marrin vendime dhe me pasigurinë që rrethon pikërisht botën tonë, pse duhet të prisni? Nëse do ta mendoni, nuk do të prisni, sepse gjërat s'përmirësohen duke pritur. Tani unë ju sfidoj juve që t'i kërkoni Zotit Jezus Krisht ju fal për mëkatet tuaja dhe t'i tregoni atij që keni nevojë për të në jetën tuaj, që po e pranoni atë si Zot, shpëtimtar dhe mësues. Ju doni më të mirën për veten dhe për familjen tuaj. Ju po i besoni Jezus Krishtit si shpëtimtarin tuaj personal. Pse duhet që të prisni? Sinqerisht do kisha pak frikë të prisja. Zoti di si të tërheq vëmendjen tonë apo jo. Amen.